Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga Vlora dhe Matej. Nisi me aktualitet. Prag nisja e sezonit veror në Vlorë, qytetarët mendojnë se ende ka shumë element që duhet përmirësuar, që nga pastërtia dhe mungesa e ujit të pishëm, të cilët sipas tyre nuk janë ende në standardet e kërkuara. Një problem madhor sipas qytetarëve mbetet dhe shërbimi i transportit urban. Jemi në prag të nisjes së sezonit veror dhe në qytetin Vlorës ka shumë ende për të përmirësuar. Kështu mendojnë qytetarët plonjat në intervistat për Blu Televizion. Sipas tyre, ajo çfarë duhet përmirësuar vazhdon të jetë pastërtia dhe mungesa me ujë të pishëm, ku në këtë drejtim sipas tyre nuk janë ende në standardet e kërkuara. Qytetarët e Vlorës e vendosin theksin veçanërisht edhe tek infrastruktura, ku rrugët e Vlorës sipas tyre janë të amortizuara e duhet me patjetër të asfaltohen. Qytetarët mendojnë gjithashtu se duhet të ketë një rritje të pagave dhe pensioneve që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e mirëqenies ekonomike, por edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, kryesisht në fabrika apo uzina. Një tjetër problem madhor sipas tyre është edhe shërbimi i transportit urban. Vlora ka për të përmirësuar fillimisht strukturën. Një, vënie në rregull të këtyre biznesmenëve, që se njeri qojnë çmimet njeri, i qojnë se për tullur vështirë të ulin. Një, pastërtia. Dy, sigurimi i ujit dhe i dritave, sepse ka dhe në tilla gjëra, po kryesore është pastërtia. Sepse ka po të shikosh tani që të bësh një xhiro deri në fund të rapi, shikon që disa kazane i kanë jo vetëm që janë mbushur, po janë edhe jashtë mbeturinat. Pastërtia kryesore. Pse vjen kjo? Është neglizhenca. Neglizhenca një, edhe e dyta. Ato firma që i kanë nuk i vënë në punë njerëzit. Por njerëzit janë vetëm për të marrë rrogën dhe jo për të bërë punën. Gjithmonë. Gjithmonë. Gjithmonë ujë pishëm një, edhe kanalizimet që bllokohen u bën dy. Janë dy probleme. Edhe ujë pishëm edhe kanalizimet të Vlorës. Këto duhet të bërë që neve në radhë të parë duhet të bëhemi një qytet model. Sepse jemi në një vend shumë të mirë, jemi në një qytet shumë të mirë që na mungon vetëm që të punojmë. Mos punojmë shumë, po edhe sikur të punojmë mesatarisht, ne arrijmë që të bëhemi një qytet model. Po në gjitha, që nga ujrat, rrugët, ujë dere në det, ne në qezë mas kemi. jo vetëm gjatë sezonit, po ky është një problem. Po është i përhershëm ujë. është i përhershëm. Si do E të tjera janë gjitha të gjëra, kështu që kur ben shumë, kur bet stiv, gjëja nuk ndreqen, do të filluar nga fillimi, një nga një të rregullohet, nuk ndreqen. Gjitha më të gjitha. Njeriu do të gjitha, do të haj, do të vishet, do të marr ilaçe, do të gjitha, do të qethet, do të gjitha. Ulëritse muj, të gjitha gjërat. Po spitali, sipër. Të vesh spital atje janë për doktorat si lypsa, e kanë humbur fare pamjen e mjekut. Shikojnë nga dorët. Ka ndryshuar, çdo gjë ka ndryshuar, turist plot. Tash është problemi këtu që 2 milion shqiptarë, 10 milion turist, që shkëm nga bet, pse po s'u ndalua kjo, ike e popullit jashtë, shqiptarë jashtë. Pse ikën populli? Pse ikën populli? Pasurit nën toksore mbi toksorit ka Shqipëria, pozicion gjeografik ka Shqipëria. Po këto fabrika, uzina që ishin këto, në që ose nuk ishin moderne, të modifikoheshin, të bëheshin. Po kjo për mua është një gjenocid di pa parë, pse? Ikën gjithë. Kur ti mbyll 550 fabrika, mbyll të gjitha, ushtrinë e tëra këto i jashtë, çfarë do bëj populli? Do iki. S'ka punë, ikën. E tash i para vazhdon kjo vazhdon ikja. Mira se kjo ka bërë rrugë e kështu, ka bërë shumë gjëra, por ama është një problem tjetër që duhet të rritet mirëqenia e popullit, duhet të rritet pension, duhet të rritet. Janë shumë gjëra që çalojnë. Kupton? Në lidhje, po s'pati populli rrogën të mirë ose pensionisti, pension të mirë e gjitha. Po nuk pati fabrika dhe uzina. Fabrika uzina është ajo që rritë mirëqenia e popullit.
Qa do rrisin këta me këto që punon ai bariste, kamariere këto në përbare. Këtu vetëm ka ngel turizëm në Shqipëri. S'ka zi tjetër. Shikoj unë këtë euro, fillim ishte 1, tash e ka rënë fare, kupton. Nuk e di, po këtu po s'u bën fabrika dhe uzina. Nuk e cet pare. Ora të tëra përduni ka qatë përmisoj. Pastërtia, mos funksionimi i rregullt me ujë të pishëm, transporti urban mes orareve dhe linjave të papërshtatshme në Vlorë janë disa prej problematikave më të evidentuara në Vlorë gjatë sezonit turistik veror, edhe sipas turistëve të huaj, të cilët kanë zgjedhur qytetin për të pushuar. Më shumë se 60 familje në një nga zonat e lagjes 24 maj të Vlorës përballen me vështirësi në jetesën e tyre të përditshme. Mungesa e investimeve në infrastrukturë që nga ndriçimi dhe deri te koshat e mbeturinave janë problematika që nuk kanë marrë asnjëherë zgjidhje për këta qytetarë. Më shumë se 60 familje në lagjen 24 maj të Vlorës pranë stacionit të Mallrave përballen me vështirësi në jetesën e tyre të përditshme. Mungesa e investimeve në infrastrukturë, mungesa e ndriçimit, si dhe mungesa e koshave të mbeturinave janë problematika që nuk kanë marrë asnjëherë zgjidhje për këtë blok banimi. Banorët e zonës shprehen se situata është shqetësuese ndërsa për gati 30 vite në këtë rrugë nuk është ndërhyrë, por nuk është vetëm ky shqetësimi. Në zonë mungon ndriçimi rrugor, ndërsa për vendosjen e koshave të mbeturinave, sipas tyre është e kohë të flitet pasi nuk janë vendosur asnjëherë. Banorët theksojnë se sa herë ka fushata elektorale, premtimet nuk mungojnë, por ato mbeten të tilla. Problem se kjo ka ngelur për 2 kilometra rrugë. 2 kilometra, dera din kryet, pastaj andaj vazhdon. Është asfalt. Kjo ka ngelur për 2. Për gjëra shumë të vogla janë. Gjë të vogla, por që nuk është vendore. Po, s'është vendor. Asfalti këtu ka qenë një herë më i mirë se ç'është sot. Po ka e për i vetë. Është në disa herë për të bërë. Po, premtimet kanë qenë shumë. Premtimet kanë qenë, po asgjë s'është bërë. Sa familje jetojnë në këtë lagje afërsisht? Afërsisht tu, domethënë gjithë kjo rrezik mbi 100. 100. Po. Sa është problem kjo rruga për juve? Që për çdo ditë? Problem është problem. Më jo dihet apo. Duhet ndërhyrë. Po, detyrimisht. Sa vite keni që jetoni këtu në lagje? Që më përmishin. Kjo rrugë kështu ka qenë? Ka patur probleme? Është problem për juve? Po, problem. Po, dhe keq është. Jo e shtruar. Keni dhe probleme, më thanë, kontenjerësh, koshash për mbeturinat? Ato nuk janë. S'ka fare? Ja. Si, është vështirë për moshën edhe për fëmijët kjo rrugë kështu? Me grupa me gjëra? Kalamaj s'ka fare. Thuaj se s'ka. Është premtuar ndonjëherë që do bëhet rruga? Nuk e di, nuk. Sa familje jetojnë këtu? Tani shtëpia ka, po me sa janë bosh, sa kështu nuk e di. Nuk të them dot gjë. Mbani më të kur është vendor për të fundit të rrugë? Unë se besoj, nuk kjo ka qenë e shtruar, pastaj është bërë kështu, ja, nuk ka shumë. Si janë kushtet e rrugës? Ja, nuk duket rruga këtu. Si janë? Si janë, ja për tur, 30 vjet këtu se vendor fare për asnjë gjë. Unë kam makinë edhe që do makinë, ku ta qësh? Nëse si më do të me kem. Është problem? Po. Është vënë një herë dorë, zonjë? Asnjëherë. Kaq vite, 30 vjet kam unë këtu. Është premtuar? Kam premtuar, kur bëja votat, vinë sa herët, apo kështu, asnjë gjë s'na kanë dhënë. Më thanë që ka dhe munges koshash. Kosha e gjitha. S'ka, po si ja bëri ku i S'ka asnjë gjë, ja. I djegin kështu i mbledhin, ku ti çoj? Ai që ka makinë çon lart. Na koshat e ushqimori. Kjo rruga, mbani mend kur është vendor për të fundit? Nuk është vendor fare, tu iç, vetëm se e kemi mbushur ne vetë. Keni mbush vetë? Po. Kjo rruga, çfarë gjendje është? Ja, si që shikoni, katastrofë. Do e bëjmë sot, do e bëjmë nesër. Sa familje jetojnë në këtë lagje afërsisht? 60 familje, po. Mbani mend ndonjëherë kur është vendor? Jo. S'është vendor fare. Ka dhe probleme, më tha, mungesa e kontenjerëve koshave. Ku i hini? S'ka kosha. Ku s'kam për urë. Si njojmë koshat e njojmë vetëm kur vem lorë. Jo.
Është e vështirë kjo rrugë për ambulancat, për të tëra, për Për të gjitha. U smura, çfarë do vinë ambulanca këtu? Priti të vijë ambulanca vdis, ngjallesh. Çfarë do bëj? Ma kanë premtuar që do ta bëjnë apo? Jo. Asnjëherë. Jo. Jeni jashtë hartës. Legalizimet u bën. Legalizimet pak të bën. U bën. Erdhi ajo, tha s'është në projekt, unë do luftoj. Sa vite keni që jetoni në këtë lagje? Unë kam apërsisht 20 vjetë. Si ka qenë kjo rrugë dhe si është? Ja, si që është rrugë. Nuk është vënë asnjë dorë? Po qatua, jarë. Kam keqë në këtë kohë kaqë. Çfarë problemesh ka tjetër si lagje? Ja, ku e ke ndryqimin, ku e ke kosht në plerave. Rrugë, ja këto duham. Ju kam fshi në harta fare? Po. Në defteri? E fshirë është në defteri dhe të s'ben. Ju kam premtu në një që do bëjnë në? Kur vinë zgjedhjet premtoni. Atë në ipni lapin në tëre. Po pastaj? Arroni. S'kujtet më? Arroni. Ja kaq kam për të. Është sa e domosdoshme është që duhet të ndërhyjet? Po ku e keni? Ku e keni punën? Kështu që ju e dini. Kanë ardhur më këta të bashkisë edhe të... Jo. Situata në lagjet periferike mbetet kështu shqetësuese. Banorët përballen me problematika ndërsa infrastruktura është shqetësimi kryesor i tyre. Në zonë mungojnë gjithashtu koshat e mbeturinave dhe ndriçimi rrugor, duke e bërë dhe më të vështirë jetesën e përditshme. Edhe pse është propozuar 2 vite më parë, zhvendosja e disa ndërmarrjeve të qytetit në godina të pashfrytzuara për t'i rehabilituar dhe vënë në funksion, asgjë nuk ka ndodhur. Ndërkohë ato që po amortizojnë, institucionet vazhdojnë të funksionojnë në ambiente të përbashkëta në kushte të papërshtatshme. Rreth 2 vite më parë, duke parë se disa prej institucioneve dhe ndërmarrjeve të qytetit ishin në godina të përbashkëta, u mendua zhvendosja e tyre. Gjithashtu u evidentuan disa godina në qytet, të cilat ishin të mbyllura e nuk po funksiononin prej vitesh. Projekti parashikonte që godinat, të cilat nuk ishin më funksionale, të rehabilitoheshin e në to të zhvendoseshin institucione apo ndërmarrje të qytetit. Emergjente është zhvendosja dhe gjetja e një godine për ndërmarrje në shërbimeve publike, sektorin e ndriçimit, drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore, si dhe policinë bashkiake. Një ndërmarrje dhe një prej institucioneve që do të zhvendosej në gjimnazin Shaban Demiraj, është edhe godina e të cilës është jo funksionale tashmë. Por një nismë e tillë edhe pas 2 vitesh ende nuk është realizuar. Në gjimnazin Shaban Demiraj ka mbetur pezull edhe projekti për zhvendosje në këtë gjimnazi, i cili prej vitesh qëndron i mbyllur të disa institucioneve apo ndërmarrjeve të qytetit. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, duket qartë që në një prej shkollave të mëparshme të qytetit të Vlorës nuk po punohet për të rehabilituar, ndërkohë godina apo edhe territori përreth në mënyrë të tillë që t'japet rrugë projektit apo nismës për zhvendosjen këtu të disa ndërmarrjeve dhe institucioneve të qytetit bregdetar të Vlorës. Me kalimin e muajve, godina e gjimnazit Shaban Demiraj vijon të amortizohet. Lagështia që prej vitesh mbizotron në të, ka nisur të rrëzoj murret për tokë, por ta hyrëse e saj është mbyllur e nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve për realizimin e këtij projekti. Në brendësi të teritorit të shkollës nuk janë pastruar ende as mbetjet inerte të një godine e cila është shembur rreth 1 vit më parë, ndërsa institucionet dhe ndërmarrjet e lartë përmendura vijojnë të qëndrojnë në godina të përbashkëta me kushte që lëm për të dëshiruar, për sa i përket standardeve të ofrimit të shërbimit dhe kushteve të punës së punojësve dhe administratës. Ndryshimet në radhën e policisë së shtetit kanë prekur dhe drejtorinë e policisë së qarkut Vlorë. Dritan Muça është emri i ri që do të mbajë postin e zëvendësdrejtorit për krimet në Vlorë. Ndërhita, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka firmosur 40 urdhra transferimi apo edhe ndryshimi në radhën e policisë së shtetit, ndërkohë që mësohet që këto kanë prekur edhe drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, ku sipas burimeve për Blu Televizion, Dritan Muça do të jetë zëvendësdrejtori i krimeve në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, briten edhe zyrtarizime në ditën e vijim.
Ndryshime në radhët e policisë së shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë ka afirmosur plot 40 lëvizje, duke prekur edhe drejtoritë vendore. Mes ndryshimeve është përfshirë edhe drejtoria e policisë së qarkut Vlorës. Dritan Muça është emri i ri që do të mbaj postin e zëvendës drejtorit në krimet në Vlorë. Zëvendës drejtori i ri i policisë së Vlorës Dritan Muça ka një eksperiencë më parshme në disa sektor të policisë dhe tashmë merr një tjetër përgjegjësi në këtë qytet. Pas emërimit në krye të policisë së shtetit, duke e zëvendësuar Ilir Prodanin, drejtori i ri Skënder Hita ka nisur edhe ndryshimet në radhët e policisë, duke prekur disa sektor dhe drejtori. Aktualisht janë firmosur 40 ndryshimet e para, ndërsa pritet që lëvizje të tjera të vijojnë edhe në të ardhmen. Këto ndryshime synojnë rritjen e performancës së policisë së shtetit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Riviera shqiptare, sipas Travel and Tour World, po bëhet një nga destinacionet kryesore bregdetare të Europës me plazhet Mahnice, ujrat e kristalta dhe qytetet të vogla idilike. Saranda dhe Vlora ofrojnë kombinime perfekte të jetës së qetë bregdetare dhe trashëgimisë së pasur kulturore. Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet kryesore të udhëtimit në vitin 2026 me Rivierën shqiptare dhe lehtësira të reja vizash për vizitorët ndërkombëtar, sipas Travel and Tour World. Në vitin 2026, Shqipëria po veçohet zyrtarisht si një nga destinacionet më emocionuese të udhëtimit në Europë, me zhvillime të mëdha turistike në Rivierën shqiptare dhe me një përvojë të thjeshtuar udhëtimi për vizitorët ndërkombëtar. E mbështetur nga hotele të reja, rregullore të përmirësuara vizash dhe investime të mëdha në infrastrukturë, Shqipëria po bëhet gjithnjë më aksesueshme për turistët që kërkojnë të eksplorojnë trashëgiminë e saj të pasur kulturore, peizazhet mahnice dhe thjeshtësinë mesdhetare. Riviera shqiptare po bëhet shpejt një nga destinacionet kryesore bregdetare të Europës, me plazhet e saj mahnice, ujrat e kristalta dhe qytetet vogla idilike. Qytetet si Saranda dhe Vlora ofrojnë kombinimin perfekt të jetës së qetë bregdetare, si dhe trashëgimisë së pasur kulturore. Vizitorët mund të eksplorojnë plazhe të fshehura si Gjipeja dhe Filikuri, të cilat ofrojnë pushime të qeta, larg vijave bregdetare të mbipopulluara të destinacioneve të tjera mesdhetare. Rajoni është gjithashtu shtëpia e parkut kombëtar të Butrintit, i listuar në UNESCO si një nga sitet e lashta arkeologjike, që ofron një përvojë të thellë mbi rëndësinë historike të Shqipërisë. Me rritjen e numrit të hoteleve luksoze dhe akomodimeve butik, Riviera shqiptare pritet të bëhet një destinacion i preferuar për turistët që kërkojnë diell, det dhe histori. E ndërsa Shqipëria vazhdon të rritet si destinacion turistik, infrastruktura e vendit po përmirësohet njëshëm. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës në ndërtim dhe i parashikuar të hapet në fund të vitit 2026 do të forcojë ofertën turistike të jugut. I vendosur vetëm 10 kilometra në veri të qytetit të Vlorës, aeroporti i ri do ta bëjë Rivierën shqiptare më të aksesueshme për vizitorët ndërkombëtar, duke ofruar një pikë hyrjeje direkte për vizitorët që dëshirojnë të eksplorojnë vijën bregdetare mahnice. Viti 2026 shihet si një vit i rritjes së luksit për Shqipërinë, me një seri hapjesh të reja hotelesh në të gjithë vendin. Këto akomodime të reja synojnë të plotësojnë kërkesën në rritje për përvoja dhe udhëtimi luksoze, nga mirëqenia e deri tek pushimet luksoze për gjatë bregdetit. Me një sektor turizmi në rritje, Shqipëria në vitin 2026 ofron tashmë një kombinim unik të eksplorimit kulturor, relaksit bregdetar, aventurës në natyrë dhe qëndrimeve luksoze. Shqipëria tashmë shihet dhe është më e aksesueshme se kurrë më parë, duke e bërë këtë vit momentin perfekt për të zbuluar gjithçka që ky destinacion i mrekullueshëm ka për të ofruar. Qoftë nëse kërkoni histori, natyrë apo luks modern, Shqipëria garanton një përvojë udhëtimi që nuk do ta harroni kurrë. Të nderuar shikues, kjo ishte edhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme na ndiqni në faqen tonë zyrtare Blu Televizion si dhe në rrjetet tona sociale. Bashkë mirupafshim.